Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Nisi me aktualitet. Kryeministri Rama ka mbërritur sot të martë në Vlorë, ndërsa Aurikumi ka qenë ndalesa e parë ku në bazën e Pashalimanit është finalizuar tashmë marrëveshja për prodhimin e anijeve luftarake. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur këtë të martë në Vlorë dhe vizitën e parë në qytetin bregdetare ka zhvilluar në Aurikum, ku në bazën e Pashalimanit është finalizuar marrëveshja për prodhimin e anijeve luftarake. Marrëveshje kjo mes qeverisë shqiptare dhe një firme italiane që do të prodhojnë në Pashaliman anije ushtarake. Kryeministri Rama këtë të martë ka qenë në qytetin bregdetar të Vlorës, ku vizitat e tij në këtë qytet i ka nisur në bazën e Pashalimanit, aty ku është finalizuar marrëveshja mes qeverisë shqiptare, kompanisë Kajo dhe gjithashtu gigantit italian të prodhimit të anijeve luftarake, një marrëveshje kjo e cila do sjellë prej shtatorit investime për ta shndruar bazën e Pashalimanit në një vend të ri strategjik ku do të përdoren anije luftarake fillimisht për ushtrinë shqiptare, Ministrinë e Mbrojtjes dhe më pas edhe për jashtë vendit. Sipas informacioneve, marrëveshja e bashkëpunimit është ndërmjet shoqërisë shqiptare Kajo SHA dhe gigantit italian të ndërtimit të anijeve Fincantieri, në bazë të së cilës Shqipëria do të prodhojë në bazën e Pashalimanit mjete lundruese, fillimisht për nevojat e forcave të armatosura dhe më pas për eksport në tregjet ndërkombëtare, duke pozicionuar vendin si një qendër të re prodhuese në rajon. Pas finalizimit të kësaj marrëveshje, në shtator pritet që të ndryshojë në total baza e Pashalimanit. Nga një bazë ushtarake aty do të realizohen një sër investimesh në infrastrukturë, duke kthyer këtë bazë në një vend prodhimi të anijeve luftarake për brenda dhe jashtë vendit. Projekti i shëtitores Lungomare 3 në zonat bregdetare të Radhimës dhe Aurikumit ka marrë tashmë formë. Projekti madhor vlerësohet nga pushues vendas dhe të huaj si një investim që sipas tyre ka ndryshuar realitetin e një prej zonave më të frekuentuara të qytetit. Projekti i Lungomare 3 në zonën bregdetare të Radhimës dhe Aurikumit ka marrë tashmë formë. Ky projekt madhor për qytetin e Vlorës vlerësohet nga pushues vendase të huaj si një investim që sipas tyre ka ndryshuar realitetin në një prej zonave më të frekuentuara të qytetit. Pushuesit thonë se vinë shpesh për ta vizituar Vlorën si një perlë të bregdetit dhe ndryshimi nga viti i kaluar duket qartë. Lungomare 3 sipas tyre i ka dhënë një tjetër pamje bregdetit duke sjellë më shumë turistë. Pushuesit thonë se nga viti në vit, qyteti i bregdetar i Vlorës po merr më tepër zhvillim ky i cili duket qartë me projekte të tilla me standardet e kërkuara, siç edhe është Lungomare. Atëherë bëhet komplet, s'ka kush ka marrë kuçë nuk i mungon. Shëtitoria mungon. Vetëm shëtitor. Shëtitoria mungon. Deri më tani besoj është një projekt që ka dhënë fillim, një tjetër pamje. Jo, shumë mirë, shumë mirë. Se na kemi qenë edhe më thonë që sa vjet vim këtu. Vjen shpesh në Vlorë? Shpesh. Po e dim se ka pas rruga shumë ka qenë ngushtë dhe jo shumë mirë. Nga vini? Nga Kosova, nga Gjakova. Duke e parë qytetin që po zhvillohet, do vini shpesh? Më shpesh e vini djerë? Jo, më shpesh ka qish marrë. Çdo vit do jeni? Po çdo vit. Duhet vazhdojnë të tilla projekt? 5-6 vjet kam qenë këtu. Deti bukur, natyra bukur, shërbimi në nivel. Po, kjo ka qenë pengesa që s'kemi ardhur më shpesh, shkojmë vende tjera ku ka shëtitore, se kem nevojë me shëtit më tepër. Ndërkohë ti vit për vit, është ndryshimin, ka ndryshuar Vlora? Po, shumë. Ka 20 vjet që vim. Te kjo zonë këtu, çfarë ka ndryshuar? Asfalti po duket i ri, ç'kjo shëtitore, po e shkurt. Pas këtë projekt që do të bëhet më gjatë, po? Po, patjetër. Duhen më shumë investime si këto? Po, investime nga shteti, besoj. Shqiptare janë, po vinë në Mikono. Rinë në Mikono, ka marrë për pushim. Ka marrë vit për vit. Si të duket ndryshimi këtë vit? Shumë bukur. Parallore.
Shumë bukur, më ka pëlqyer. Një prej projekteve më të rëndësishme të Vlorës, Lungomare 3. Lungomare është bërë e përkryer. Fare, më ka pëlqyer jashtëmase. Shumë gjë e bukur. Po, edhe akoma dhe më shumë të bëj. Jam e kënaqur jashtëmase. Do ri një muaj këtu edhe do kënaqem akoma më shumë. Pres dhe fëmijët të më vinë se. Jo, kam shtëpi këtu, kam ble shtëpi. Kam edhe shtëpi në Dërmi, po këtu më pëlqen më bukur. Lungomare 3 është një projekt që fillon nga zona e tunelit në ujin e ftohtë për të vazhduar më tej drejt të radhimës dhe urikumit. Një projekt zhvillimor ky i cili realizohet në zonat bregdetare me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të tyre. Zonat periferike të qytetit të Vlorës vijojnë të vuajnë mungesën e infrastrukturës që nga ndriçimi, pastrimi dhe një sër problematikash të tjera. Banorë të ish fushës së aviacionit thonë se shqetësimet me të cilat ata përballen hasin indiferencën e institucioneve dhe të bashkisë. Zonat periferike të qytetit të Vlorës vijojnë të mbeten jashtë vëmendjes së pushtetit vendor. Mungesa e infrastrukturës prej vitesh, ndriçimit publik, pastrimit si dhe një sër problematikash të tjera janë shqetësimet kryesore me të cilat përballen banorët e këtyre zonave. Një situatë e tillë paraqitet edhe në lagjen 24 maj, shumë pranë zonës së njohur dikur si ish fusha e aviacionit në Vlorë. Banorët shprehen të shqetësuar dhe pohojnë se prej më shumë se 30 vitesh Bashkia e Vlorës nuk ka ndërhyrë për të përmirësuar gjendjen në këtë zonë. Sipas tyre situata mbetet problematike, ndërsa asnjë zgjidhje konkrete nuk është ofruar nga bashkia, e cila sipas banorëve e ka lënë këtë lagje jashtë vëmendjes. Këtu o vllai dashur mungojnë shumë gjëra. Konteksti është që shoqëritë, komunitetet, nacionet, edhe në rafshin global udhiqen mbi 5 parime. Prona, sistemi ndrejtësi, meritokraci, idealista në pushtet dhe zbatimi i infrastrukturës në mënyrë në perfekcion për të krijuar evolucion ekonomik shoqëror. Si është infrastruktura këtu te juve? Praktikisht nuk është vendor. Kanalet, rruga si është? Më trego pak, sa vite ka kështu? Ndoshta fillojnë dhe me radhë, janë marrë me qendër zonën periferike, i kanë lënë pak në arrest. I kanë lënë pak në arrest. Lagja quhet 24 maj me fiks pista e fushës aviacionit. Sa në vëmendjen e pushtetit vendor dhe qendror është kjo lagje? Çfarë problematike ka konkretisht? Flet realiteti. Kthe syt. Unë kam punuar në administrat që në moshën 18 vjeç. Dhe këtu ka qenë një miku im, komandante e aviacionit Kotenberi dhe ka bërë babaçe fajku nga Armeni Vlorës. Këtu ishte vetëm lolium deri në vitin 96, këtu stërviteshin kursantët pilotat e ri. Tani shi të gjitha llojet e pushtetit, sepse ky territori njësisë vendore të Bashkisë Vlorë, zero, ne jemi zero, unë kam të qenë maj, qenë fund prillit edhe deri në tetor ne s'kemi një pikë ujë. Jemi në Vlorë deri në derë, unë e njoh se kam punuar me deti. Dhe unë s'kam ujë. Ne s'kemi një ndriçim në rrogë. Ne kemi pat zero kontaktin që të ketë ardhur një nëse një unë pranoj të varem shesh flamurit, në qoftë se thot një pushtet unë kam marrë njerë kam pyet, nuk ua kam gjithë, po jam interesuar, sepse më ke dhënë votën. Kështu që ne kemi zero interesim. Rruga? Rruga për të vajtuar në hangër, unë jam i smur, ja vinë me ilaç, më fal. Vinë ambulanca, ja vuj kam, ishja i smur ati, edhe vi andej. Rruga është për ta nëna griu pluhur, nëna griu tymi. E ka zero interesimin, në zero. Ka ardhur koha që duhet e njëjta vëmendje si për qendrën edhe për periferinë. Taksa ne i paguam një lloj. Unë jam intelekt, taksa ne i paguam një lloj. Po ne s'kemi asgjë më po. Ne themi plera, do heqim plera, ne na hedhën plera. Edhe skandal më keq ka këtu do vend. Taksat i do shteti dhe rrugët i ka përqep. Kështu ka qenë gjithmonë ka... Kjo, 35 vjetë që njohëm, kështu ka qenë. Nuk është vendor. Jo, kështu ka qenë, 35 vjetë. Kanori kësaj lagjes? Po, kam asë që në 2003, unë vetë ka 20 vjetë ta kam, 25 vjetë ta kam, edhe se zhvën asë një dorë.
Në këtë gjendje ka qenë gjithmonë. Në këtë gjendje edhe me Turina hidhen vend e pa vend. Duhet në lënë me Turina. Dhe këtu duhet bëhet rruga, se ka rrugë që del tek folër avionëve, mes lagjeve. Po ndriçimi dhe këto? Ndriçime s'ka fare. Dhe pa u jemi, duhet në hapë një tubacion aty, se kemë patur në që në fillim, edhe s'kemi. Është e vështirë për ju vetë këtu? Po është e vështirë. Për natën që të kalojmë me makina se i bjemi si Magellani. Me këmë, në anë e kanalit, kemi një kanal. Ja, po dalësh të rruga kryesore, dalësh dhe të kanali, po të vish me mua tash, shikosh se na kaloj unë në anë e kanalit. Zonat periferike të qytetit të Vlorës vazhdojnë të mbeten kështu ndër më problematiket për shkak të mungesës së investimeve dhe ndërhyrjeve nga pushteti vendor. Në zonën e ish fushës aviacionit, gjendja mbetet e rënduar, ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për përmirësimin e infrastrukturës, ndriçimit, pastrimit dhe kushteve të jetesës. Vlora ka mirëpritur forumin e 3 lokal të komunitetit dhe biznesit për migracionin dhe diasporën, një aktivitet i organizuar në kuadër të projektit forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri. Pjesë e forumit përfaqësues të 7 bashkive pilot, institucioneve, bizneseve dhe komunitetit lokal. Vlora pret forumin e 3 për migracionin, diasporën dhe biznesin. Vlora mirëpriti forumin e 3 lokal të komunitetit dhe biznesit për migracionin dhe diasporën, një aktivitet ky i organizuar në kuadër të projektit forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri. Pas Dibrës dhe Kuksit, Vlora u bë qyteti i 3 që organizon këtë forum, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 7 bashkive pilot, institucioneve, bizneseve dhe komunitetit lokal. Në fokus të diskutimeve ishte krijimi i një rrjeti bashkëpunimi mes pushtetit vendor, biznesit dhe institucioneve për të nxitur punësimin, zhvillimin ekonomik dhe krijimin e mundësive të reja për të rinjt dhe emigrantët e kthyer. Eksperti i IOM Albania, Endri Xhaferi, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe sektorit privat për të krijuar politika më efikase në fushën e migracionit dhe punësimit, duke vënë theksin te nevoja për të lidhur më mirë tregun e punës me potencialin e komuniteteve lokale. Pakti ndërbashkiak për punësimin, të cilin ne do ta firmosim nesër. Strukturat, në posaçëri strukturat e migracionit dhe diasporës, të secilës bashki mund të bashkëpunojnë në një rrjet, dhe ky rrjet tashmë është edhe një realitet sepse është edhe një hapësirë virtuale ku secili nga punonësit mund të logohet me kredencialet e veta dhe të ndërveprojë me të gjithë kolegët e vet anë mban Shqipërisë. Pra është një mënyrë se si institucionet, duke bashkëpunuar me njëra tjetrën, arrin të përcjellin informacionin, në këtë rast informacionin për punësimin, për nevojat e tregut të punës, për parashikimet që mund të jenë për tregun e punës nga momenti X në momentin Y, dhe se si mundet pra që të përcillet në mënyrë sa më dinamike ajo që është oferta e tregut nga punëdhënësit. Kemi edhe përfaqësues nga biznesi dhe këtë duam të kuptojmë sot se si mundet që ky informacion duke bërë secili punë vet pa dashur që të mbivendosen kompetencat e institucioneve ndryshme, absolutisht, por si mundet që ky informacion, këtë oferta pune mund të gjejnë nga krau tjetër ato themi profilet më të përshtatshme dhe më të shpejta në kohë që mund ta plotësojnë këtë nevojë tregu pune. Koordinatorja kombëtare e IOM Albania, Keti Luarasi, u ndalte rezultatet e projektit, duke nënvizuar se nisma synon të forcojë kapacitetet e bashkive për të ofruar shërbime më cilësore dhe për të krijuar mekanizma të qëndrueshme bashkëpunimi në favor të zhvillimit lokal. Ky projekt ka filluar prej tashmë 2 vitesh e gjysmë. Ne jemi në vitin e 3 dhe kemi punuar goxha mirë me pjesën e strukturave, me rritjen e kapaciteteve të bashkive, por mbi gjitha edhe me rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit biznesit dhe të komunitetit qytetas, se si ti kërkoj dhe ku ti kërkoj proceset e mira që duhen për rritjen e punësimit, për rritjen e eficiencës brenda institucioneve tona. Ky
forum, që është forumi i tretë tashmë i biznesit që neve zhvillojmë brenda këtij projekti, tashmë që zhvillimi ekonomik i Shqipërisë ka filluar të ketë një ndërqasje, ndërshfaqje tjetër dhe kemi filluar, jemi të fokusuar në disa forma të reja të industrisë, siç është pjesa e turizmit, siç është pjesa e agrobiznesit, dhe kur tashmë pjesa më e madhe atyre që kanë qenë të larguar kanë filluar të rikthehen. Ajo çfarë është e rëndësishme është si ta zgjerojmë punësimin lokal duke përdorur mundësi për bizneset që janë të ardhur nga qytetet e tjera dhe të minimizojmë pjesën e papunësisë dhe rritjen e barës buxhetore të shtetit për të paguar ndihmën ekonomike apo ndihmën e papunësisë në momentin kur në Shqipëri ka mundësi pafund. Një moment i rëndësishëm i aktivitetit ishte nënshkrimi i paktit ndërbashkiak për punësim, i cili synon të rrisë bashkëpunimin mes bashkive dhe të krijojë më shumë mundësi punësimi në nivel rajonal. Nënkryetaria e Bashkisë Vlorë, Irena Toshkallari, u shpreh se bashkëpunimi ndërmjet bashkive, institucioneve dhe biznesit është thelbësor për të krijuar më shumë mundësi punësimi dhe për të mbështetur zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Është ngritur një rrjetëzim midis bashkive në mënyrë të tillë që të suportojnë dhe të mbështesin praktikat e mira. Është një kënaqësi kur sheh se si dy biznese ndërlidhe megjithëse janë në fusha veprimtarie të ndryshme, mbështesin komunitetin, por njëkohësisht mbështesin edhe emrin e qytetit dhe bashkisë pastaj dhe institucioneve të tjera ju lind detyra për t'i suportuar, për t'i mbështetur më tej dhe për të motivuar të tjerët për të parë se cila është ajo rruga dhe për të mësuar ato praktikat e mira në mënyrë të tillë që të jemi të suksesshëm. Gjatë forumit u zhvilluan diskutime mbi sfidat e migracionit, kthimin e emigrantëve, nevojat e tregut të punës dhe rolin e sektorëve si turizmi, industria dhe agrobiznesi në zhvillimin ekonomik. Pjesëmarrësit vizituan gjithashtu sipërmarrje vendase, mes tyre Musai Olive Oil Factory dhe Balaj Winery, të prezantuara si modele të suksesshme të investimit dhe zhvillimit lokal. Forumi organizuan nga IOM Albania në kuadër të projektit Forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri, me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Është zhvilluar këtë martë provimi i fundit i testimit kombëtar të arsimit bazë, ku 10.056 nxënës të klasave të 9 të zyrës vendore të bashkive Vlorë Himar ju nënshtruan testit të gjuhës së huaj. Ndërkohë, pak ditë më parë u mbyllën edhe provimet e maturës shtetërore për maturantët në të gjithë vendin. Zhvillohet këtë martë provimi i fundit i mini maturës, teksa nxënësit e klasave të 9 i nënshtrohen provimit të gjuhës angleze. Vetëm pak ditë më parë ka përfunduar edhe provimet e maturës shtetërore, ndërsa me këtë provim të gjuhës angleze që zhvillohet sot, mbyllet edhe cikli shkollor për vitin 2025-2026 për arsimin parauniversitar. Në zyrën vendore arsimore Vlorë Himar janë rreth 1113 të nxënës të klasave të 9 që nënshtrojnë provimit të tretë të mini maturës atë të gjuhës huaj. Është zhvilluar këtë të martë provimi i fundit i testimit kombëtar të arsimit bazë, ku nxënësit e klasave të 9 ju nënshtruan testit të gjuhës huaj. Në qarkun e Vlorës provimi u zhvillua në 15 qendra testimi dhe zgjati rreth 2 orë e 30 minuta. Testi nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30, duke u zhvilluar sipas rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ky ishte provimi i fundit për nxënësit e klasave të 9, të cilët më herët kanë zhvilluar edhe testime në lëndët e tjera të programit. Ndërkohë, pak ditë më parë u mbyllën edhe provimet e maturës shtetërore për maturantët në të gjithë vendin. Me përfundimin e provimit të gjuhës së huaj për klasat e 9 konsiderohet i mbyllur edhe viti shkollor 2025-2026 për arsimin parauniversitar. Pas publikimit të rezultateve, nxënësit do të vijojnë procedurat e regjistrimit në shkollat e mesme, duke u përgatitur për një etapë të re në rrugtimin e tyre arsimor. Aksidentet rrugore në të gjithë vendin gjatë 5 muajve të këtij viti kanë shënuar rritje, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Instat, vetëm gjatë muajit maj u regjistruan 133 aksidente rrugore, ku 181 persona mbetën të vrarë ose të plagosur. Në të gjithë vendin u regjistruan 133 aksidente rrugore gjatë muajit maj, ku 181 persona mbetën të vrarë ose të plagosur sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Instat
Në periudhën janar-maj 2026, numri i aksidenteve arriti në 547 nga 529 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke shënuar një rritje prej 3.4%. Numri i personave të vrarë dhe të plagosur u rrit në 766, krahasuar me 743 të një viti më parë. Pas një periudhe kur vendi po regjistronte rënje të numrit të aksidenteve, duket se tashmë ato janë kthyer në rritje, diçka që ndodh tipikisht edhe me rritjen e fluksit të mjeteve dhe qarkullimit në vend, si efekti i turizmit dhe aktivitetit ekonomik. Sipas Institutit të Statistikave, 94% e aksidenteve të regjistruara në maj ndodhen si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Grup mosha 25 deri në 34 vjeç përbëjnë edhe pjesën më të madhe të aksidenteve me 30.8% të totalit. E diela ishte edhe dita me numrin më të lartë të aksidenteve me 18% të rasteve, ndërsa intervali kohor nga ora 8 e paradites deri në orën 12 të mesditës regjistroi dhe përqendrimin më të madh të tyre me 27.1% të totalit. Sipas qarqeve, kryeqyteti Tirana regjistroi numrin më të lartë të aksidenteve në maj. Aplikimi për përfitimin e kompensimit në masën 10% të shitjeve të produkteve bujqësore do të nisë në 1 korrik 2026. Për këtë, administrata tatimore ka publikuar një udhëzues praktik në ndihmë të fermerëve. Administrata tatimore publikoi udhëzues praktik për fermerët mbi mënyrën e aplikimit për përfitimin e kompensimit në masën 10% të shitjeve të produkteve bujqësore, ndërsa aplikimet për këtë skem nisin më 1 korrik të 2026-s. Sipas njoftimit zyrtar, udhëzuesi orienton fermerët pas hapi për procedurën e aplikimit përmes platformës e-filling, duke synuar lehtësimin e aksesit dhe thjeshtimin e procesit të përfitimit. Dokumenti shpjegon në mënyrë të qartë kushtet që duhet të plotësohen për të përfituar kompensimin, si dhe hapat që ndiqen gjatë aplikimit online. Administrata tatimore thekson se ky mekanizëm mbështetës synon formalizimin e mëtejshëm të sektorit bujqësor dhe rritjen e të ardhurave për fermerët në të gjithë vendin. Ndërsa administrata bën me dije se më shumë informacion është i disponueshëm në faqen zyrtare. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur. Bashkë miru takofshim.